Prej orës 15:30 të kësaj të mërkure, nafta tregtohet me 4 lek më pak, pra 220 lek për 1 litër. Vendimi u mor pikërisht në mbledhjen e radhës të Bordit të Transparencës. Çmimi i benzinës vjon të mbetet i pandryshuar, 181 lek litri. Deri këtë të mërkur, nafta tregtohej me 224 lek litri, ndërsa në fuqi ka qenë edhe ulja prej 20% e akcizës, ose të ndryshe 8 lek. Pas orës 15:30, vendimi për uljen e akcizës e humbi veprimin dhe rikthehet në fuqi vetëm në raste se çmimi i naftës ka përcen përsëri në mbi 220 lek për litër. Armëpushimi dyjavor me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Iranit ka ndikuar në lëvizjen e çmimit të naftës në tregjet ndërkombëtare, ulje pasqyruar në Shqipëri me një diferencë prej 4 lekësh. Çmimi i shitjes me pakicë nën produktit të naftës do të jetë jo më shumë se 220 lek litri, ndërsa i shitjes me shumicë jo më shumë se 208 litri. Çmimi i shitjes me pakicë nën produktit benzinës do të jetë jo më shumë se 181 lek litri, ndërsa i shitjes me shumicë jo më shumë se 169 lek litri. Çmimet e përcaktuara nga Bordi hyjnë në fuqi këtë të mërkur dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të Bordit, ku do të pasqyrohen ndryshimet e çmimeve të shitjes. Bordi thotë se tërheq vëmendjen e çdo operatori të shitjes me shumicë dhe pakicë të nën produkteve të naftës mbi detyrimin e zbatimit të këtij vendimi. Në rast të shkeljeve të konstatuara nga operatorë të ndryshëm, do të vendoset pezullimi i aktivitetit. Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit së bashku me Ministrinë e Financës dhe Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë janë angazhuar në mbrojtjen e interesave të konsumatorëve shqiptar dhe ruajtjes së parimeve të konkurrencës së ndershme në treg, thuhet në njoftim.